U mlodhë sot në Tiranë në kuadër të takimit të procesit të bashkëpunimit në Europën Juglindore, SECP, përfaqësuesit më të lartë të 13 shteteve të Evropës Juglindore. Gjatë fjalës hapëse, ministri i punëve të jashtme Igli Hasani theksoi rolin aktiv të Shqipërisë në nxitjen e bashkëpunimit rajonal dhe në përshpejtimin e integrimit evropian, duke ritheksuar ambicien për anëtarësim brenda kësaj dekade. Shqipëria mbetet e angazhuar në rrugëtimin e vet transformues. Agjenda jonë e reformave nxitet nga angazhimi ndaj demokracisë, shtetit të së drejtës dhe të drejtave të njerëzit. Zgjerimi i BE nuk është vetëm një proces politik, por edhe një investim strategjik në stabilitet e paqe për Evropën. Me çeljen e grup kapitujve negociues, Shqipëria është në rrugën e duhur për të çuar përpara anëtarësimin. Synimi ynë është ambicioz, por edhe i arritshëm për të çelur deri në fund të këtij viti dhe të përmbyllim negociatat deri në vitin 2027. Po punojmë me vendosmëri për të bërë Shqipërinë gati për anëtarësimin e plot në Bashkimin Evropian përpara fundit të kësaj dekade. Ky është objektivi rajonal. Suksesi fqinjve tan është suksesi ynë. Hasani nuk la jashtë vëmendjes konfliktin e fundit Iran-Izrael, ndërsa bëri thirrje për përmbajtje nga dy palët, siguroi se Shqipëria mbështet të drejtën e Izraelit për t'u vetëmbrojtur. Ne jemi të shqetësuar nga tensionet e përshkallëzuara në lindjen e mesme. Përballjet e fundit midis Izraelit dhe Iranit që paraqesin rrezik serioz për stabilitetin më të gjerë rajonal me pasoja globale. Shqipëria rikonfirmon të drejtën e Izraelit për të ruajtur sigurinë e vet dhe për të mbrojtur qytetarët e vet nga kërcënimet. Në të njëjtën kohë, i bëjmë thirrje Iranit që të ndalë aktivitetet e tij bërthamore dhe të raketave balistike dhe të veprojë në përputhje me detyrimet e veta në kuadër të drejtës ndërkombëtare, përfshirë edhe traktatin për mos përhapjen e armëve bërthamore. Zhvillimi i armëve bërthamore do të kishte pasoja katastrofike në rajone përtej. Shqipëria ju bën thirrje palëve të ushtrojnë përmbajtje maksimale dhe të angazhohen në përpjekje diplomatike, në uljen e tensioneve dhe në zgjidhje të qëndrueshme politike. Takimi i samitit do të vijojë deri në mbrëmje me fjalën e presidentit Bajram Begaj, seancën plenare të kryetarëve të delegacioneve, miratimin e deklaratës së samit deri tek deklarata e përbashkët për shtyp me homologun e Maqedonisë së Veriut, Gordana Siljanovska Davkova, dhe të Bullgarisë, Umen Radev. Tirana mori drejtimin për periudhën korrik 2024-qershor 2025, pas kryesimit të mbajtur më parë nga Shkupi, ndërsa do t'i pasohet në vijim Sofjes.